kush është më në malla, se biznesmen thonë të gjithë tani, po dhe një biznesmen tani që dalin dhe zjerin koburin dhe i bien, i edhin plumba shumë në kokë, tani kjo pak e çuditshme është, kush është më në malla dhe çfarë dim për te? Njihet si një person që ka probleme me... Pra ka dy bizneset, njëra një pi karburanti dhe një kompani taksish në Elbasan. Është i vllai i Aldo Mahallës, i cili është arrestuar në Itali në vitin 2013 në një operacion ose një maxi operacion në zonën e Astit, të quajtur Kokash, ky maxi operacioni, një nga operacionet më të mirat policisas italiane të kësaj kohe. Në qendër ishte grupi i Alibeajve. Grupi i Alibeajve, nëse ka mundësi regjia, ka një foto grupi të kësaj periude, që është ky vëllai i këtij viktimës. Pra që lidhet ky operacion me grupin e Alibeajve, ose më saktë policia italiane u mbur atëherë se kemi goditur një grup shqiptar me përbërje, domethënë që komandohej nga një familje, dhe ishte arrestuar i ndrit Alibeaj, 4 qershor 2013. Bashkë me këtë, në atë 15-shën, ishte arrestuar, pra është personi në rreth, është vllai i viktimës. Që nga vllai që është me precedent penal. Vllai është me precedent penal, po edhe vetë ky nuk është se është jashtë kësaj, në vitin 20 janar 2024, tani afër, është bërë një kontroll në banes, nën indicion se merret me tregti të bardhë kokaine në droge, dhe i kanë gjetë një armë, është arrestuar, kanë gjetë ca gjëra tjera, por një moment të dytë nëna vetë merr pronësinë e pistoletës dhe thotë që arma është e tim shoqe që ka vdekur dikur dhe unë se s'dia gjë për ekzistencën e saj në shtëpi dhe ai kaloi shumë pak kohë dhe ishte person i lirë. Kohët e fundit raportohet që nuk ka qenë i shqetësuar, nuk ka treguar se ka qenë i shqetësuar, ka qenë një njerëz qetë, në punë vet. Pra, si një pjesë tjetër paraprake që shihet është lidhja me grupin Alibeaj. Kemi parasysh që grupi Alibeaj është përplasur fort në Elbasan me Çopjat dhe me këtë tjetrin, Çelën. Jo, kryesisht është përplasur me grupin e Franca Hajdar Çopjas, e ndrit Alibeaj që një si Tarzani u ekzekutua masakrën e Bradasheshit, ndërkohë që vllai i tij Erion Alibeaj është aktualisht i arrestuar dhe mban statusin e të penduarit të drejtësisë. Po ajo Ferdinand, përplasja mes dy grupimeve ka shkaktuar rreth 13 viktima. Po, di këtë pjesë përplasja ka qenë për vjedhje në një sasie prej 50 kilogramash kokainë. Tani, kemi parasysh që nëse futemi te kjo pjesë që ky njeri një lloj si Gilmando Dani, më është ky krah, mund mendohet që është ky krah, por këta tjerët janë edhe më të fortë, që kanë bërë masakra në Elbasan këta Çopjat. Mendojmë që Çopjat për të vrarë Alibeajin i jepnin Nuredin Domanit dhe kjo është e zbardhur në këto biseda 2 milion euro. Si 2 milion euro? 2 milion euro të vrasësh. Ofruan deri në 5 milion euro ata. Këtë Alibeajin. Jo, kjo është shkruar 2 milion euro, ta hedhësh në erë, jo, interesante është ta hedhën në erë gjithë pallatin e tij. Gjithë pallatin. Dhe njerëz të tjerë. Po pra, gjithë pallatin, çka ka 200 veta, 300 veta le të vdesin, mjaft të vdesjej. Është në përgjime. Pra, ky grupi i Alibeaj është në konflikt, ka qenë në konflikt fort me këtë grup. Prandaj, domethënë është parë kjo si një pjesë piste, por gjithsesi besoj se në fillim do shihet kjo gjë që është më e prekshme që tha Klodi. Patjetër, pistat janë të gjitha të hapura, që nga problemet e biznesit, që nga problemet në përplasjen tek trafiku i lëndë narkotike. Në të dy atentatet e fundit kemi të njëjtën teknik. Njerëz me maska, në rastin e dytë nuk e dim, por është errësirë. Ka kapuç në kokë, është e provuar nga pamjet të filmike, nuk mund t'i publikoj për shkak të... Po, njerëz me maska, të cilët kryen një krim perfekt. Një krim perfekt. Pra, krimi organizuar në Shqipëri ka ardhur te krimi perfekt. Krimi perfekt është ky, që ti ke një problem, ti paguan vetëm lekët. Pra, ti paguan vetëm lekët, që do më thënë që ti paguan një njeri apo dy njerëz apo një ndërmjetës me këta dy njerëz, të cilët marrin përsipër të bëjnë vrasjen për llogarin tënde dhe ti paguan vetëm lekët. Pra, kjo është skema. Dhe çfarë? Ka njerëz në fushkruj, e tham, është universiteti këtyre njerëzve, por nuk është se ka vetëm fushkruj njerëz janë gatshëm kundrejt legëve të bëjnë një vrasje.
funksionojnë me makina të vjedhura, që i quajnë rëndom makina pune, i mbajnë në garaje për çdo rast. Shpesh makinat nuk kanë targat e tyre, i kanë dhe ato të vjedhura. Tregtia e armëve, këto grupet kriminale zakonisht kemi parë që kur zbulohen, nuk kapet një armë apo dy, kapet arsenal. Pra, nuk blejnë me pakic, blejnë me shumic, grupet kriminale. Dhe ndiqet personi, qendet se ku është ai në këtë orë në të ditës dhe ku është në këtë orën tjetër ditës, gjendet momenti se kur do e bëjnë, pra janë të sigurt që në ato orar është në këtë vend, në këtë vend është e përshtatshme për të bërë, kryet vrasja, digjet makina, largohet makina, digjet, janë të gjitha të ngjashme. Një klishe. Dhe çfarë do të thënë? Një formulë shumë e njohur. Që ti prish të gjitha gjurmat, ata lën aty të gjitha veshjet, që mund të kenë gjurmë baroti, qime që zhvillohet ADN-ja, apo tjera për shtyme ku diun, lën armët, lën dorezat, lën gjithçka aty, skeme asnjë lloj prove për ose kape në flagrancë. Kjo është pra skema që krimi organizuar e ka parë që është funksionale. Është funksionale, bën punë, nuk kapet autori, nuk zbulohet. Më fal, do t'rregoj një ngjarje personale. E shumë para 4 vjetësh, nuk jam nga ata që marrin ngjarjet pranë, po isha në Vlorë dhe udhtoja dhe pash një më parakalojnë ca makina policie me shpejtësi skëterre dhe makina civile, që ishin policë civil, disa kilometra më tej, në krah një makinë e bërë shosh me 2 të vrarë brenda. E filmuam në ecje dhe ikëm. Bëm pa kilometra, u afruan fjerit dhe në krahun e djathtë pam tymin, po digje makina. Si kjo, njëjta makina? Njëjta makina e vrasësve, po digje. Pa kaloj policia? 15 km. Kaloj policia për të vajtë në vendngjarje, më parakaloj. Unë vazhdova rrugën, policia mbeti në vendngjarje. 10 kilometra më tej, i doli ty me makinës së vrasësve. Dogjën makinën dhe u zhdukën. Në më thënë, dhe ti që ishe rasist, po policia e para nuk arriti dot. Jo, nuk është kjo. Puna është skema. Pra, vrasin dhe 10 kilometra më tej djegin makinë. Pra, ke viktima këtu dhe 10 kilometra ke tym, më tej ke tym. Është skema. Unë mendoj që duhet të ndalemi të gjithë problematika që ka sot policia e shtetit. Sepse në policinë e shtetit 8 të tjerave, kërkoj shumë ndjesë. S'ka problem, jo. Policinë e shtetit 8 të tjerave, një grup profesionistës shumë të mirë janë dërguar në Akademinë e Policisë dhe janë lënë jashtë vëmendjes. Pra, ne kemi oficer karriere në policinë e shtetit me eksperiencë mbi supe, të cilët janë lënë atje për orekse pushteti dhe për orekse parash të sigurisht, nuk është vetëm krye polici, është edhe ministri brendshëm, ministri aktuale, me qënë se kemi çfarë zihen ata aty tani? Klodi, se ti thua një gjë. Po për të gjitha. Unë zihen për problemet e krimit. Për para, zotri, për influencë, për pushtet, për territor, për të gjitha këto zihen. Dhe këto janë fakte. Bregu. Po të them këto janë fakte. Dhe unë sfidoj gjithsecilin këtë duash nga zyrtarët e policisë, ma vërë përballë dhe unë e sfidoj me fakte konkrete.